Horoskopi ditor e premte 27 shkurt 2026. Dashi. Më 27 shkurt 2026, ndjeni dëshirën për të shtyrë përtej kufive tuaj të zakonshëm, të motivuar nga Marsi që ndez ambicien tuaj. Sot është perfekte për të ndërmarrë projekte ose iniciativa të reja që kërkojnë leadership. Energjitë romantike favorizojnë shprehjet spontane të dashurisë, prandaj surprizoni partnerin tuaj me një gjest të papritur. Në frontin e karrierës, besimi juaj lë një përshtypje të fortë, duke çuar ndoshta në një mundësi të re. Megjithatë, keni kujdes nga vendimet impulsive që mund të çojnë në mbikëqyrje. Financat kërkojnë një sy të mbredh, shmangni rreziqet e panevojshme. Nivelet tuaja të energjisë janë të larta, falë aspekteve të favorshme planetare, duke e bërë këtë një kohë ideale për aktivitete fizike. Partneritetet marrin në qendër të vëmendjes, duke theksuar punën në grup mbi ndjekjet solo. Demi. Yjet rreshtohen më 27 shkurt 2026 për të nxjerrë në pa vlerësimin tuaj natyror për gjërat më të mira në jetë. Sot, Venusi rrit shisat tuaja estetike, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për ndjekje krijuese ose përmirësime në shtëpi. Në marrëdhënie, ndershmëria është politika juaj më e mirë, adresimi i çështjeve të pasgjidhura mund të forcojë lidhjet. Sa i përket karrierës, qasja juaj e qëndrueshme i bën përshtypje e prorëve, por shmangni kokëfortësinë që mund të pengojë bashkëpunimin. Financiarisht, keni kujdes me shpenzimet e tepërta, planifikoni me kujdes. Energjia kozmike inkurajon praktikat që ju mbështesin, të tilla si kopshtaria ose gatimi, të cilat mund të ofrojnë si relaksim ashtu edhe rigjenerim. Sa i përket shëndetit, një rutinë e qëndrueshme ndihmon në ruajtjen e mirëqenies suaj fizike me streseve të mundshme. Ndërveprimet shoqërore sjellin kënaqësi, me kusht që të mbani kufi të qartë personal. Aspektet harmonike sot sugjerojnë që gjestet e vogla të mirësisë mund të ndihmojnë shumë. Përqafojeni këtë energji për të kultivuar ekuilibrin, duke u përqendruar në vlerësimin si të progresit ashtu edhe të gëzimeve të thjeshta. Binjakët. 27 shkurt 2026, ju sfidon të balanconi natyrën tuaj të dyfisht. Merkuri, planeti juaj sundues, ju nxit të komunikoni në mënyrë efektive, veçanërisht në sferat profesionale ku qartësia çon në sukses. Mendja juaj e shpejtë është aseti juaj më i madh, duke lehtësuar përpjekjet për zgjidhjen e problemeve. Në dashuri, shakat e gjalla mund të rigjallërojnë pasionin, por sigurohuni që të adresohen edhe emocionet më të thella. Transaksionet financiare përfitojnë nga vëmendja e kujdesshme ndaj detajeve sot, kontrolloni 2 herë marrëveshjet dhe buxhetet. Skena shoqërore është e gjallë, duke ofruar lidhje të reja që pasurojnë jetën tuaj. Nga ana shëndetësore, ushtrimet mendore ju mbajnë të mbredh, prandaj angazhohuni në aktivitete stimuluese. Përshtatshmëria juaj vihet në provë, duke kërkuar fleksibilitet mes ndryshimeve të papritura. Lindin mundësi mësimi, kapini ato për të përmirësuar aftësitë tuaja. Energjia kozmike e ditës mbështet sipërmarrjet që kërkojnë shumë detyra, por përqendrohuni në një qëllim në të njëjtën kohë për të arritur rezultatet e dëshiruara. Përqafoni meditimin ose praktikat e vetdijes për të qëndruar të përqendruar në vorbullën e eksitimit që sjell kjo ditë. Gaforja. Më 27 shkurt 2026, ndikimi i hënës rrit natyrën tuaj empatike, duke ju bërë një prani ngushëlluese për ata përreth jush. Sot favorizon lidhje të thella emocionale, kontaktoni dikë për të cilin keni menduar. Në punë, intuita juaj ju udhëzon drejt zgjidhjeve inovative që i bëjnë përshtypje kolegëve dhe e prorëve njësoj. Shmangni lejimin që luhatjet e humorit të diktojnë vendimet. Financiarisht, është e mençur të siguroni kursime kundër shpenzimeve impulsive për luks. Nga ana shëndetësore, rutinat e kujdesit për veten përfitojnë nga një qasje holistike që balancon mendjen, trupin dhe shpirtin. Në marrëdhëniet personale, kujdesi forcon lidhjet duke transformuar sfidat në mundësi rritjeje. Daljet krijuese ofrojnë ngushëllim dhe duhet të eksplorohen. Ato mund të veprojnë si arratisje terapeutike. Shtëpia juaj është një streh, përqendrohuni në krijimin e një atmosfere komode dhe mikpritëse. Ndikimet qiellore ju inkurajojnë të lini mënjan ankesat e së kaluarës, duke nxitur shërimin. Përqafoni dhe mshurinë si për veten ashtu edhe për të tjerët, për të përballuar me sukses këtë ditë që pasuron emocionalisht. Luani. 27 shkurt 2026, e vë në qendër të vëmendjes energjinë tuaj karizmatike, me diellin që përforcon dëshirën tuaj për të qenë në qendër të vëmendjes.
Kjo ditë favorizon njohjen për kontributet dhe veprat krijuese, mundësitë për të udhëhequr iniciativa janë të shumta. Përpjekjet romantike janë të ngrohta dhe të gjalla, duke premtuar përvoja emocionuese. Profesionalisht, besimi juaj frymëzon të tjerët, por qëndroni të hapur për përpjekje bashkëpunuese për rezultatet më të mira. Financiarisht, rishikoni qëllimet për të qëndruar në rrugën e duhur dhe për të shmangur blerjet ekstravagante. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga shumëllojshmëria, ndoshta një stërvitje e re mund t'ju fuqizojë. Ndër veprimet shoqërore janë të shumta, magnetizmi juaj tërheq individ interesant në sferën tuaj. Me mbështetje të fortë planetare, shprehuni autentikisht, por qëndroni të vetëdijshëm për ndjenjat e të tjerëve. Përqafoni mundësitë për vetëshprehje në art, muzikë ose dramë. Ndikimet kozmike të sotme ju inkurajojnë të shkëlqeni, duke frymëzuar ata përreth jush. Balanconi ndjekjet e guximshme me empatinë për të përfituar sa më shumë nga energjitë dinamike që ju ngrenë shpirtin. Virgjëresha. Më 27 shkurt 2026, Merkuri mpreh aftësitë tuaja analitike, duke përmirësuar në mënyrë të përkryer detyrat që kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Përdorni syrin tuaj të mprehtë për detaje për të përmirësuar dhe organizuar hapësirat tuaja të punës, gjë që mund të çojë në rritje të papritura të produktivitetit. Marrëdhëniet përfitojnë nga mbështetja praktike dhe aktet e mirësisë, duke forcuar lidhjet përmes përgjegjësive të përbashkëta. Financiarisht, aftësia juaj dalluese ndihmon në buxhetimin dhe investimet e mençura. Shëndeti juaj lulëzon me rutinat që angazhojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Merrni në konsiderat përfshirjen e teknikave të vetëdijes për të lehtësuar stresin. Në mjediset profesionale, besueshmëria juaj njihet, megjithatë, fleksibiliteti është çelësi për t'u përshtatur me ndryshime të shpejta. Ndjekja e hobive që mbështeten në saktësi, siç janë krijimi i dorës ose kodimi, mund të sjellë kënaqësi. Natyra juaj e orientuar drejt shërbimit shkëlqen sot, duke tërhequr admirim dhe vlerësim nga ata përreth jush. Harmonizoni nevojën për përsosmëri me pranimin e papërsosmërive të jetës. Përqafoni energjitë e ditës duke u përqendruar në përparimin gradual drejt aspiratave tuaja afatgjata. Peshorja. 27 shkurti 2026, rezonon me harmonin ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, ju udhëzon të kërkoni ekuilibër në të gjitha fushat. Sot, aftësitë e ndërmjetësimit janë të theksuara, të dobishme në zgjidhjen e konflikteve si në shtëpi ashtu edhe në punë. Lidhjet romantike pasurohen nga gjeste vlerësimi dhe dialogu i menduar mirë. Zhvillimet në karrierë mbështeten në projekte bashkëpunuese, diplomacia juaj është një aset i vlefshëm. Financiarisht, rishikoni planet e investimeve për stabilitet dhe rritje. Fizikisht dhe mendërisht, yoga ose tai chi mund të rivendosin ekuilibrin, duke ju ankoruar mes kërkesave të përditshme. Takimet shoqërore sjellin gëzim, duke ofruar një shans për t'u lidhur me individ me të njëjtat mendime. Sipërmarrjet artistike lulëzojnë në ndikimin kozmik të sotëm, qoftë në muzikë, pikturë apo dizajn. Zhvillimi personal mbështetet duke ndjekur njohuri ose aftësi të reja. Ndërsa lundroni ditën, balanconi zgjedhjet midis interesit vetjak dhe nevojave kolektive. Përqafoni sugjerimet kozmike për të krijuar bukuri dhe paqe, në përputhje me dëshirën e universit për ekuilibër. Akrepi. Më 27 shkurt 2026, ju jeni të fuqizuar nga energjia transformuese e Plutonit. Sot, zhytuni thellë në projekte ose studime që ndezin pasionin tuaj, një mendësi strategjike siguron sukses. Marrëdhëniet kërkojnë transparencë dhe cenueshmëri për të rritur, ndarja e vetes suaj të vërtet mund të krijojë lidhje të thella. Profesionalisht, shfrytëzoni zgjuarsinë tuaj, zgjidhjet inovative tërheqin vëmendjen dhe respektin. Vendimet financiare përfitojnë nga kërkime dhe vetanaliza të plota. Nga ana shëndetësore, stërvitjet intensive ofrojnë një rrugdalje për ndërtimin emocional, duke promovuar mirëqenien fizike. Kozmosi inkurajon vetanalizën dhe vetëzbulimin, duke rritur rritjen personale. Kini kujdes nga tendencat posesive, lejoni që besimi të udhëheqë ndër veprimet tuaja. Angazhimi në praktikat shëruese, të tilla si terapia ose meditimi, ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit emocional. Në kreativitet, përqafoni shprehje të guximshme që prekin psikikën tuaj të brendshme. Rrymat kozmike të ditës ftojnë transformimin dhe rinovimin, duke ju nxitur të hyni në fuqinë tuaj dhe të manifestoni dëshirat tuaja me qëllim të vetëdijshëm. Shigjetari.
27 shkurt 2026, fton zgjerim në ndikimin e Jupiterit. Sot, kërkoni horizonte të reja përmes të mësuarit ose udhëtimit, qoftë në planifikim apo angazhim në aktivitete eksploruese. Entuziazmi juaj shkëlqen në marrëdhëniet personale, duke i mbushur lidhjet me gëzim dhe optimizëm. Profesionalisht, përqafoni mundësitë për rritje dhe inovacion. Shpirti juaj aventuresk është një forcë bindëse. Përpjekjet financiare lulëzojnë me rreziqe të llogaritura, por qëndroni të kujdesshëm. Nga ana shëndetësore, aktivitetet në natyrë rezonojnë, duke u përputhur me nevojën tuaj për liri dhe lëvizje. Përqafoni spontanitetin në mjediset shoqërore, duke tërhequr ndërveprime pozitive. Kozmosi inkurajon reflektimin filozofik, duke ofruar qartësi mbi kuptimin më të gjerë të jetës. Shmangni premtimet e tepërta, vendosni qëllime realiste për të ruajtur vrullin tuaj. Angazhimi në përvoja mësimore, të tilla si një gjuhë ose kurse të reja, stimulon intelektin tuaj. Britsjapi. Me 27 shkurt 2026, Saturni ngjall një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe disipline. Përqendrohuni në qëllime afatgjata, duke krijuar plane të strukturuara që theksojnë qëndrueshmërinë. Në punë, leadershipi juaj vlerësohet, delegoni aty ku është e mundur për të shmangur mbi ngarkesën. Financiarisht, investimet konservatore përputhen mirë me natyrën tuaj të kujdesshme, duke siguruar rritje të qëndrueshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga koha cilësore dhe shkëmbimet e ndershme, lidhjet e qëndrueshme që krijoni tani janë të rrënjosura në respekt të ndërsjellë. Rutina juaj shëndetësore lulëzon në praktikë të disiplinuar, qoftë përmes aktivitetit të rregullt fizik apo ushqyerjes së ekuilibruar. Në aspektin shoqëror, bisedat kuptimplote sjellin depërtim dhe thellësi, duke ushqyer lidhjet. Ndikimi qiellor i ditës inkurajon vetreflektimin, duke ofruar qartësi në aspiratat personale dhe drejtimin e jetës. Shmangni ngurtësinë, lejoni hapësirë për kreativitet dhe spontanitet. Ndërsa lundroni sot, përqendrohuni në ndërtimin e një baze të fortë për përpjekjet e ardhshme, duke përqafuar durimin dhe këmbënguljen si çelësa për arritjen e ambicieve tuaja. Ujori. 27 shkurt 2026, inkurajon përqafimin e inovacionit dhe ndryshimit në ndikimin e Uranit. Njohuritë tuaja vizionare janë veçanërisht të forta sot, duke hapur rrugën për përparime në sipërmarrje krijuese ose teknologjike. Në marrëdhënie, përpiquni për shkëmbim intelektual për të thelluar lidhjet, dialogët e hapur kultivojnë mirëkuptimin e ndërsjellë. Shtigjet e karrierës kërkojnë përshtatshmëri, mirëpritni zgjidhje jo konvencionale që çojnë përpara projektet. Sipërmarrjet financiare favorizojnë përpjekjet spekulative, me kusht që ato të mbështeten nga kërkime të plota. Përfitimet shëndetësore nga stimulimi mendor dhe rutinat e larmishme për të mbajtur larg mërzitjen. Në aspektin shoqëror, perspektiva juaj unike tërheq mijësi të larmishme, duke pasuruar jetën tuaj me pikpamje të reja. Angazhohuni në kauza humanitare që rezonojnë me vlerat tuaja, duke rritur përmbushjen. Ndërsa energjitë kozmike favorizojnë origjinalitetin, ndiqni inovacionet që përputhen me vizionet afatgjata. Balanconi ekscentricitetin me praktikën, duke siguruar që njohuritë tuaja krijuese të përkthehen në rezultate të prekshme. Zhytuni në frymëzimin e sotëm, duke e shfrytëzuar atë për të nxitur ndryshime transformuese. Peshqit. Më 27 shkurt 2026, ndikimi i butë i Neptunit rrit kreativitetin dhe ndjeshmërinë tuaj. Natyra juaj intuitive është rritur, duke ju udhëhequr në kuptimin e emocioneve komplekse. Energjitë e sotme janë ideale për shprehje artistike, qoftë poezi, pikturë apo muzikë. Në marrëdhëniet personale, empatia nxit lidhje më të thella, duke i ngritur ata përreth jush me dhëmshuri. Profesionalisht, përdorni perspektivën tuaj si ëndër për të parashikuar shtigje dhe zgjidhje të reja. Financiarisht, ecni me kujdes, shmangni vendimet e mbuluara nga idealizmi. Nga ana shëndetësore, praktikoni ushtrime themelore si meditimi ose yoga për të balancuar peizazhin tuaj emocional. Ndërsa dita zhvillohet, lëreni imagjinatën tuaj të endet lirisht, por mos harroni të ankoroni idet në realitet. Angazhimi me natyrën mund të ofrojë ngushëllim dhe frymëzim, duke ushqyer shpirtin tuaj me bukuri dhe qetësi. Ndërsa kozmosi end një tapet delikat, përqafoni magjinë e ëndrave me mençurinë për të dalluar zbatimet e tyre praktike. Ushqeni shpirtin tuaj, duke siguruar që rrjedha krijuese të përputhet me aspiratat tuaja.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.